Për projektin në Zvërnec, mbrojtja mjedisore është pjesë e kritereve të BE-s dhe ka një sër ligjesh që duhet të ndryshohen. Edhe para protestave kemi rënë dakord që të shfuqizohen amendamentet e vitit 24 për zonat e mbrojtura dhe investimet strategjike. Këto do të bëheshin për kapitullin 27. Do të inkurajoja autoritetet sa më shpejt që të jetë mundur. Protestat janë pjesë e demokracisë dhe mënyra si vendet e trajtojnë ato është e rëndësishme. Inkurajoj që qeveria të trajtoj shqetësimet e qytetarëve, por kapitulli 27 është një prej më të kërkuar e më së shumti dhe Shqipëria duhet të harmonizojë legjislacionin. Nuk është citimi i Sali Berishës, i asnjërit prej ne ashtu, është shoqja Marta Kos. Është pikërisht ajo që vjen këtu e puth në gushë Edi Ramën, e thotë sa i mirë je, i thotë dhe i cakton dhe datën kur do të vendosen, kur do të mbyllen negociata dhe kur do të hyjmë në BE, e cila të kërkon që sot të ndryshosh rendin e diës, e ka që me datën 14 korrik në fakt, të ndryshosh rendin e dikush opozita. Është kërkesë e shoqes Marta Kos. Duke i dhënë fjalën Blendi Klosit, që na e marri shpirtin nga mërzia, Blend. Ti flet, na e merr shpirtin nga mërzia, nuk ja dilni dot kështu. Është kërkesë e Bashkimit Evropian, jo vetëm e opozitës. Dhe mbajmë mend një gjë tjetër. Nuk bëhet shpjegim vote kur është pro, bëhet vetëm kur është kundër, Niko. Të falenderoj shumë.